Vihet në dyshim vijimi I projektit të Jared Kushner, dhëndri të presidentit amerikan Donald Trump në Beograd, që ka të bëjë me ndërtimin e një hoteli. Të gjitha pikpyetjet lidhur me të ardhmen e projektit janë ngritur pasi autoritetet serbe kanë arrestuar ish drejtorin e institutit më të lartë të trashëgimisë kulturore të vendit me akuzën e falsifikimit të dokumenteve zyrtare. Projekti supozohet të ishte një ndërtesë luksoze dhe elegante në horizontin e Beogradit, një hotel luksoz dhe kompleks banimi me vlerë $500 milionë, I ndërtuar mbi zyrën e dëmtuar të Ministrisë së Mbrojtjes, që u bombardua nga avionët e NATO-s në vitet 99. Njeriu që udhëhoqi këtë përpjekje nuk ishte askush tjetër përveç Jared Kushner, I cili është I martuar me njërin nga vajzat e presidentit të SBA-s, Donald Trump, e ky pritej të ishte kompleksi I pari I tillë I Trump në Europë. Projekti është stopuar pas zbulimit skandaloz. Prokurorët serb njoftuan më 14 maj se zyrtari I përgjegjës për përcaktimin historik të vendit kishte falsifikuar një dokument kyç dhe ishte arrestuar. Goran Vasic, drejtori në detyrë I Institutit Republikan për mbrojtjen e monumenteve të kulturës, pranoi se kishte falsifikuar mendimin e një eksperti. Ai dyshohet se falsifikoi dokumentet për të lehtësuar një projekt të diskutueshëm të pasurive të paluajtshme të mbështetur nga Jared Kushner, dhëndri I presidentit të SBA-s Donald Trump, than prokurorët në Beograd. Goran Vasic, I cili drejtoi Institutin për mbrojtjen e monumenteve të kulturës, akuzohet për falsifikim të një dokumenti që I lejoi qeverisë serbe I ishte statusin e monumentit ndërtesës së bombarduar të shtabit të përgjithshëm jugoslav në qendër të Beogradit, duke I hapur rrugën zhvillimit të një kompleksi luksoz të markës Trump. Zyra e prokurorit për krimin e organizuar tha se Vasic I kaloi autoritetin e tij zyrtar dhe kreu shpërdorim detyre dhe falsifikim të një dokumenti zyrtar, akuza që mbartin dënime me burg sipas kodit penal të Serbisë. Ndërtesa e shkatruar nga sulmet ajrore të NATO-s gjatë luftës së vitit 99 në Kosovë, ka qenë prej kohësh një simbol I fuqishëm I vuajtjeve të Serbisë gjatë luftës. Plani për ta zëvendësuar atë me një hotel me rezidenca luksoze ka shkaktuar tashmë reagime të gjera nga grupet e shoqërisë civile, arkitektët dhe partitë opozitare, të cilët argumentojnë se vendi duhet të ruhet si një memorial kombëtar. Projekti po zhvillohet nga firma e investimeve të Kushner me seli në Miami, Affinity Partners, në bashkëpunim me manjatin e pronave në Emiratet e Bashkuara Arabe Mohamed Al-Abar. Kushner, I cili u largua nga shtëpia e bardhë në vitin 2021, dau imazhe digjitale të kompleksit të propozuar në Mars. Shitjet janë planifikuar të fillojnë në mesin e vitit 2025. Kritikët e shohin sipërmarrje si një lëvizje politike nga qeveria serbe për të fituar mbështetjen e qeverisë amerikane. Trump kishte shprehur interes për herë të parë për vendin në Beograd në vitin 2014. Në muajt e fundit, presidenti serb Aleksandar Vučić ka zhvilluar disa takime të profilit të lartë me Kushner dhe djalin e madh të Trump, Donald Trump Jr., I cili vizitoi Beogradin në prill. Propozimi I falsifikuar I bërë pa konsultim me profesionistët, ju dërguar qeverisë nëpërmjet Ministrisë së Kulturës, than prokurorët në një deklaratë. Qeveria zyrtarisht e revokoi statusin kulturor të vendit më 14 nëntor 2024, sipas medias lokale në një. Hetimi u nis pas një kallëzimi penal anonim agent të inteligjencës serbe dhe të Ministrisë së Brendshme që më vonë I morën dokumentet e dyshuara të falsifikuara nga instituti. Vasic, I cili nuk është I certifikuar si ekspert, nuk kishte kualifikimet e kërkuara për të autorizuar ndryshime në pronat kulturore të mbrojtura, shton raporti. Arrestimi vjen mes një vale të gjerë protestash antiqeveritare të nxitura nga zemrimi publik për korrupsionin dhe dështimet institucionale. Më 24 mars, mijëra serb dolën në rrugë për të shënuar për vjetorin e fushatës së bombardimeve të NATO-s, duke u tubuar kundër zhvillimit të planifikuar. Protestuesit dënuan atë që përshkruan si komercializim të tragjedisë kombëtare, akuzuan zyrtarët për tradhti të trashëgimisë së Serbisë. Projekti I Beogradit, një nga disa nisma të financuara nga jashtë, që synojnë transformimin e kryeqytetit serb në prag të Expo 2027, vetet një pikë nxehtë politike në diskursin publik, gjithnjë më të polarizuar të vendit. Projekti I Kushner në Beograd, Trump International Hotel, u njoftua me bujë të madhe në mars të vitit 2024, së bashku me një tjetër zhvillim luksoz në bregdetin adriatik të Shqipërisë. Ai ishte një investim I madh në Ballkan dhe zhvillimi I parë I markës Trump në të gjithë Europën. Sipas kushteve të marrëveshjes, toka do t'i jepej me qira kompanisë së Kushner për 99 vjet, ndërsa disa ndërtesa aty pranë janë rindërtuar mes një bumi në tregun e pasurive të paluajtshme në Beograd. Dy strukturat e dëmtuara kanë mbetur, të përcaktuara si struktura historike, të cilave u është dhënë statusi I mbrojtjes. Në nëntorin e kaluar, qeveria serbe vendosi të hiqte ndërtesave për caktimin e trashëgimisë kulturore, duke I hapur rrugën kompanisë së Kushner që të ecë përpara me zhvillimin e një kompleksi hotelier. Ky vendim u bazua kryesisht tek Vasic, I cili ishte emëruar drejtori I Institutit të Mbrojtjes Kulturore 5 muaj më parë, pasi drejtori I atëhershëm I institutit refuzoi të hiqte përcaktimin kulturor për vendin. Pas vendimit, punojësit e institutit u ankua se procesi shkeli procedurat ligjore. Pas pranimit të falsifikimit, aktivistët dhe avokatët I bën thirrje qeverisë serbe të anulojë jo vetëm vendimin që I hiqte vendit statusin e mbrojtur, por të gjithë projektin e zhvillimit. Ne presim që qeveria në dritën e këtyre zhvillimeve dhe akuzave për falsifikim dokumentesh të rishikojë urgjentisht vendimin për heqjen e mbrojtjes për këtë aset të jashtëzakonshëm kulturor të Vesna Marjanović, e cila drejton një organizatë për ruajtjen e trashëgimisë kulturore të quajtur Europa Nostra Serbia. Jovan Rajić, një avokat dhe kryetari I Institutit Rregullator për Energji
energjinë e rinovueshme dhe mjedisin, i bëri thirrje qeverisë që ta ndalojë projektin e zhvillimit për momentin. Të gjitha negociatat me investitorin duhet të pezullohen menjëherë derisa autoritetet kompetente të marrin një vendim.